Atëre, çuna. Për shëndetje. Takserat dhe njerë të dhoma e gjumit, se kësho e ka kjo natë. Në rregull. Do shikoni, dhe nga aty, pa mera. Po. Tani, arsyeja sepse i qova çunat të dhoma e gjumit, është sepse këta dy, pra, zonja dhe zotria që rinë këtu afër meje, sonte kanë natën e rrëfimit dhe ku mund të rrëfen tjetër veçse te dhoma e rrëfimit. Lidhemi me dhomën e rrëfimit ku është Arbri dhe Monika. Atere Ku që mbone kamerat shefën? Opinionistë. A tani Monika do e provoshti se si është të jesh banor për pak. Na qiti qik ftyrën tatër. Nuk ta qis ftyrën pra, ta marrësh vesh si është duke më dëgjuar vetëm me audio. Me zë. Me zë. Jo, vras vetën ashu, i prova të marrë. Një banor i vetëm. Jemi një banor të vetëm ne të dy? Vetëm ju të dy tani. Tani kam ca pyetje për të dy juve, okay? Vetëm të lutem regjia ngreni pak zërin se nuk ju dëgjojmë. Që pse rreni të gjotë shumë mirë? Dëgjoj. Shumë mirë gjotë. Pyetja është e njëjtë për të dy, ë? Përgjigjet fillimisht Monika, pastaj Arbri, Normal, dakor? s'ka si. Ladies first. Me hile. Hajde. Mendimi i parë kur pat njëri tjetrin në Big Brother. Që e morët vesh që do ishit kolegë. Jemi taku më përpara Big Brother. Po që do ishit kolegë, pra do ishit bashkë opinionist, pra. Me thënë drejton, Arbri ka të njëjtën datë lindje me gocën time të vogël. Aha. Kështu që kemi qenë komshik e lagja vjetër. O edhe me Arbrin, moj? Po patjetër më është vetëm me mirin. Jemi më thuj kë nuk njofun. Por të qenurit opinioniste me Arbrin ka qenë një mrekulli, sepse edhe kur unë bëja gabime që t'i ngreja nerva aty, ky edhe pse ishte larg prap e jepte një sinjal që kujdes, domethënë, ka qenë një backstage i jashtëzakonshëm në kuptimin e, si thonë, eminence gri e Monikës që është pa filtra, që nganjëherë duhet ve dhe filtra. Arbër ti? Ka qenë lajmi më i bukur i asaj jave që kam marrë. Sepse e njoh karakterin e Monës edhe e kam ditë që Mona do t'ishte një person i veçantë për të ndarë studion. Okej. Monika, ti tani natyrisht në këtë rrugtim e ke tepruar her pas here me fjalë të llojit e ke parasysh ti se unë si përsëris dot se jam djali i sjellshëm. Ti je nga Kolonja më vlla. Ai nga Kolonja është. Cili ishte një moment që ti ishe gati t'i thoje Arbrit, ama se gjatë këtij sezoni. Nuk ja thoja dot. Po, e di që si ja thoje, po kush ka qenë ai momenti që do doje t'ja thoje, po si ja thoje dot? Ta them unë? Ti, sa herë kemi folë unë kundra mirë, ti gjithmonë, do ma thosh, e sigur. Po, e vërtet është. Po, me shakshi se, thoja, hajde ky mo. Arbër, ti, kur ka qenë një moment që ke thënë, o, s'do të më çmeni kjo? Jo, unë kam qenë shumë i lumtur gjithmonë. Ka kalu më mirë me mu se me tjerët. S'kam pas momente, vetëm atë ditë që desh na mori përpara. Tani, Arbri ka një reputacion që gratë në Big Brother i mban vetëm një sezon. Po mire ka shoku, ma e 2 sezone gratë? Me nuk më mash në 2 herë, që të merri, është me bra vetën. Monika, ke të drejtë. Gratë një sezon e kanë dhe duhet zëvendësuar, po a do ta zëvendësosh ti Arbrin vitin tjetër? Kur? Jep mendimin më të saktë dhe më të drejtë për drejtë, pavarësisht se shumë vetave mos t'i pëlqej. Qartë, okej, pyetja tjetër është, nëse do t'i jepnit vetes një këshill në datën 20 dhjetor, kur ne nisëm rrugtimin ton, duke ditur ato që mësuat rrugës, cila do t'i ishte, Monika? E para mësoj përmend rregullat e Big Brotherit, para se tysh. Po, se si di ato, i mësove rrugës. Arbër ti? Kujdesu më shumë për Monikën. O zot, okej, Monika, nëse ti do të fitoje 100.000 euro, çfarë do të bëje me to? Shtëpi nuk ble dot. Jo, shtëpi s'blej dot, se s'më lejnë.
E di çfarë do bëja? Do pagoja avokatin? Jo. Avokatët i kam kështu pro bonos. E Ju ka ke mbyll. pro bono. Gjysmë të më jepsh mua. Gjysmë, jo. Do t'ja jepi Arbër Ajdarit për azilin e pleqve dhe shtëpinë e fëmijëve që të ndërtojnë. Ja, e shef. Ska. Se nuk flet njëri për ato që bën Arbri. Vetëm duan të jenë si Arbri, po që t'jesh si Arbri, duhet punosh, mendosh dhe t'i ndihmosh të tjerët si Arbri. Arbri nuk po e pyet se e di shumë mirë se çfarë do të bënte atë që bën me çdo dyshk që ka në xhep, kështu që